Korça vijon të jetë një nga qytetet më të kërkuara nga turistët e huaj, jo vetëm nga vendet fqinje, por edhe nga vendet të ndryshme të Europës perëndimore. Përveç trashëgimisë kulturore, siteve arkeologjike, bukurive natyrore dhe gatimeve tradicionale, vizitorët e huaj po tregojnë interes edhe për folklorin dhe vallet tradicionale të Juglindjes. Për 2 ditë me radhë, koreografi Bardhi Pojani u ka mësuar vallet e krahinës së Korçës një grupi turistësh gjerman. Është shumë bukur të mësosh vallet tuaja, janë valle shumë të bukura. Vallja shqiptare ndryshon nga kërcimet tona gjermane, ka një elegancë të veçantë. Për mua është hera e parë në Shqipëri, po kënaqemi shumë dhe qeshia mbitorët është të mësojmë kërcimet tuaja tradicionale. Është shumë bukur kur kapeni bashkë prej duarsh dhe luani. Korça është një nga qytetet më të qeta që kemi parë, një qytet plot kulturë. Vallet tuaja janë burrurore, të bëjnë të ndihesh i fortë. Do t'ua mësojmë edhe fëmijëve tanë kur të kthehemi në Gjermani. Sipas Gloria Nure, specialiste muzikës në Qendrën Kulturore të Korçës, çdo vit shtohet numri turistëve që kërkojnë të njihen nga afër me folklorin vendas. Këtë vit, rastin e kemi të njihemi me turistët e Gjermanisë, prej Gjermanisë, të cilët përveç se janë njohur me pjesën historike të qytetit, kanë shprehur dëshirë edhe për të njohur me folklorin e qytetit, janë njohur me vallet tona popullore, me këngët tona popullore, me kostumografinë korçare. Zakonisht nga vendet fqinje tona të afërta, Itali, Greqi, në këtë rast Gjermania, Franca, por ka patur edhe nga vende të largëta. Në fakt, për habin ton ndjen si në shtëpinë e tyre. Përpiqen që të shkëmbejnë kulturat e tyre, do me thënë kërcejnë, mësojnë edhe vallet tona, na mësojnë dhe ne kërcimet e tyre. Krahas valleve tradicionale, turistët po shfaqin interes në rritje edhe për jetën rurale të zonës. Ata vizitojnë shpesh fermat e bletëve, ato të drufrutorëve dhe po ashtu bëhen pjesë aktive e përgatitjes së gatimeve tradicionale.